Kush është noterja Sanja Tel Hallari që ju sekuestrua vila? 17 pasuri me vlerë 3 milion euro u grabit 2 herë. Policia e Tiranës deklaroi ditën e sotme se 3 milion euro pasuri i janë sekuestruar ditën e sotme noteres Sanja Tel Hallari. Asetet e sekuestruara me urdhër të prokurorisë së Tiranës dyshohet se janë përfituar nga burime kriminale. Asetet e sekuestruara në emër të noteres janë 13 pasuri të paluajtshme si dhe 5 llogari bankare. Por kush është noterja Sanja Tel Hallari? Pak kohë më parë, ajo foli edhe në media në lidhje me transaksionet e pasurive, blerjet e banesave dhe pronave të ndryshme në Tiranë, teksa theksoi se zona e aktivitetit të saj është në Astir. Noterja nuk është një emër i panjohur për mediat apo për autoritetet në vend. Kjo për shkak se ajo ka rënë pre 2 herë e grabitjeve në të shkuarën. Vetëm 2 muaj më parë, noteres i kanë hyrë në banesën e saj në vilën në zonën e Rolling Hills me vlerën e 1.5 milion euro. Autorët i kanë marrë mbi 500.000 euro kesh. Ora luksoze të markave Rolex, çanta të shtrenjta, bijuteri dhe sende të tjera me vlerë qindra mijëra euro. Por kjo nuk është era e parë që noterja përballet me grabitje, pasi 2 vite më parë në zonën e Astirit, një person i grabiti makinë luksoze tip Mercedes G-Class. Tel Hallari ishte asë kohë ulur në një lokal me bashkëshortin e saj kur një person u rëmbeu çelsat e makinës nga tavolina dhe vrapoi të grabiste makinën që ishte parkuar aty pranë. Noterja dhe i shoqi e ndoqën duke arritur të ndalojnë derisa në vend ngjarje erdhi edhe policia. Në pranga lidhur me këtë ngjarje u vu një 28 vjeçar.